E kështë mendu ndonjëherë që do t'jesh pjesë e një Big Brother? Shiko, u lidhen shumë bukur gjanet, sepse funit Big Brother është një, si ta them, një reklamim për se cilin prej... Një mundësi shumë e mirë për qa hinë banorët në Big Brother. Gjithë banorët që hinë Big Brother janë i njeh dikush, janë të njoftën, sepse quhet Big Brother VIP Kosova, janë njoftën, por Big Brother jep me mundësi që të njifesh edhe më shumë, të reklamohesh edhe më shumë. Unë, sepse kisha edhe misionin tem, edhe më duk ishte një mundësi shumë e mirë për mu që të reklamoj veten, të reklamoj edhe misionin tem. Do të thotë e ke ndje vetën VIP? Shiko, derisa më kanë zgjedh po. Normal, absolutisht tonë aty pavarësisht se sa sot ka ardhur bota shumë e shpejtë sot. Ke vipa që dalin ditë për ditë. Nuk është më viteve 90 që tonë Shqipënia ka pas 15 vipa. Sot Shqipënia ka 5.000 vipa, kupton? Absolutisht se një është vip. Edhe në radhë por është privilegj të jesh aty, sepse Shqipëni, Kosovë, 7 milion banor bana gjithë bashkë, Shqipëni, Kosovë. Ama në një sezon janë 30 shqiptar, 30 Shqipënis, 30 Kosovës që hinë në për Big Brother. Edhe t'jenë 7 milion banor, t'jenë vetëm 60 për zgjedhon me përjetu këtë do eksperiencët, absolutisht është një privilegj shumë i madh për menimin tim.